Pas vendimit të një dite më parë nga qeveria për ndarjen e bonusit për pensionistët në shumën e 5.000 lekëve të rinj, ditën e sotme në sportelet e postës shqiptare nisi edhe shpërndarja e këtij bonusi, i cili vjen për herë të parë në stinën e verës. Një pjesë e pensionistëve ishin të painformuar për këtë shumë që ju akordohet. Të moshuarit e vlerësojnë këtë bonus në këtë periudhë, ndërsa ka edhe prej atyre që e cilësojnë të pamjaftueshëm. Kur të marrim ne nuk dim kjo. Ata njoftojnë ditën e fundit mundet të japin sot, mundet të japin muajin tjetër. Pavarësisht për pensionistin shumë pak. Ka pensionist që merr 150.000 lekë, ka pensionist që merr 200.000 lekë. Ato dalin për ilaçe, jo për të ngrënë. Këto pensione që janë 150.000 lekë, se 150.000 lekë bonus për me rrajt popullin, më duket qesharake. Ati që është puna më së di. Ma mi e disha se kur që janë. Po s'di sa është, si është, se si kam marrë. Po marrë mirë, po mjaftueshëm se është tash për i hallit, që me pa. S'mund luftojmë me shteti e ka ndorë, s'kem çfarë bëjmë. Vendimi për bonusin për pensionistët u mor ditën e djeshme në mbledhjen e qeverisë dhe përfitues janë mbi 777.000 pensionistë në gjithë vendin.